Policia largoi me forcë Adriatik Lapajnë dhe mbështetësit e tij para kryeministrisë, duke i nxjerrë jashtë perimetrit të sigurisë të caktuar për protestën e radhës që pritet të mbajë këtë të hënë Partia Demokratike. Spostimi nga trotuari para godinës qeveritare në bulevardin Dëshmorët e Kombit shkaktoi përplasje fizike mes protestuesve të Partisë Shqipëria Bëhet dhe Bluve. Gjatë konfrontimit mbeti i lënduar një nga mbështetësit e Lapajt, i cili u transportua më pas me ambulancë drejt spitalit për ndihmë mjekësore. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i kërkon Këshillit Bashkiak të mos miratoj buxhetin e vitit 2026 pa u konsultuar me të. Në një letër drejtuar Këshillit, Velia i thotë se buxheti duhet të reflektojë prioritetet politike për të cilat qytetarët kanë votuar dhe se miratimi pa marrë mendimin e tij nga strukturat të deleguara përkohësisht do të pasqyronte faktin se kryetari i Bashkisë po pengohet të ushtrojë mandatin. Zgjedhja e Endri Shabanit si avokati i popullit për Partinë Demokratike ishte akti që i çoi në ndërprerjen e çdo bashkëpunimi me mazhorancën. Berisha tha se nuk do të ketë asnjë negociat për asnjë reformë, por socialistët nuk nxitohen. Kreu i grupit Orland Balla tha se do t'i presin demokratë deri më 22 janar kur nis sesioni i ri parlamentar e më pas do të vijojnë punën pa PD-n për reformën zgjedhore dhe atë territoriale. Remitancat kanë shënuar këtë vit rekord kryesisht gjatë sezonit veror. Sipas Bankës së Shqipërisë, nga janari deri në shtator emigrantët kanë sjellë 817 milion euro, apo 45 milion euro më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar, por kursi i këmbimit ka pasur ndikim negativ, duke zhvlerësuar me 30% dërgesat nga jashtë. Brenda dekadës së fundit emigrantët kanë sjellë më shumë se 8.2 miliardë euro. Fermerët e Cakranit në Fier po përballen me një sezon të vështirë shitjesh pasi gjelat e detit të importuar nga Greqia kanë mbushtuar tregun vendas duke goditur drejt për drejt prodhimin lokal. Ata thonë se gjelat i kanë rritur me prodhime organike dhe çmimi varion deri në 1100 lekë për kilogram, ndërsa ato që vijnë të ngrira nga importi janë 20% më lirë.